Serbisë. Por ju takuat me ministrin e jashtëm serb i cili me sa mbaj mend kur morëm njojën nga Sudani e cilësoj si një shqetësim serioz. Po, çfarë prit ndryshe? Unë nuk po pretendoj që nëse ky si shbo lajm, nëse edhe kisha me shku me taku ministrin e jashtëm kroat. Dhe nuk i shkon problematike. Problematike është me edhe sukses për Kosovën, është kur ai pranon intelektual nga Kosova, ministri i jashtëm, jo ministri i brendshëm. Ministri i jashtëm merret me të jashtëmit, jo me të brendshmit. Po në çfarë niveli u bë diskutimi, në çfarë cilësie? Në cilësinë jo formale, natyrisht, sepse unë përfaqësoj veten time, nuk përfaqësoj një institucion shtetëror, mirë po pas meje, domethënë janë veprat, është biografia ime, është historia familjes time, të gjitha këto ma bëjnë të mundun që me marrë një guxim tillë, me sfidu një situatë të tillë, sepse nuk ish mujt dikush për shembull nëse ka pas babën ose gjyshin ose që ka punuar të në kohën për Serbinë, edhe tash nuk ish kur gjësi shkon ajo. Po të vish nga një familje ku babgjyshet ka luftuar kundër çetnikëve serb dhe partizanëve serb në mbrojtjen e Novi Pazarit, në mbrojtjen e kufive të sipërme të Shqipërisë.